Kryetari i komunës së Shuto-Orizarës së Kurto Dudush në orët e vona të natës është përballur me një situatë të rëndë, pasi vetura e përdorur nga ai, e cila është në pronësi të bashkëshortës së tij, Fatima Osmanovska, i është vënë zjarri dhe është e djegur gjatë orëve të natës. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se veturën së zjarrin ja ka vendosur një person i cili ka qenë i maskuar. Më 17 mars 2026, në ora 3:50, në SPB Shkup, është raportuar se në zonën e Shuto-Orizarit është djegur një veturë tipit Range Rover me targa të Shkupit në pronësi të FO, 37 vjeç nga Shkupi. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar një person të maskuar që ka derdhur benzinin mbi automjetin, pas çka ai është përfshirë menjëherë nga zjarri. Incidenti është vërejtur menjëherë nga pronarët e veturës, pas çka ata menjëherë kanë reaguar. Nga ky zjarr nuk ka persona të lënduar, ndërsa flakët janë shuar pas ndërhyrjes së brigadës së zjarrthikësve të Shkupit. Policia ka kryer mbikëqyrje në vendin e ngjarjes për të zbardhur rrethanat e plota të rastit.